Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësitë e tij të shumta. Për cilat thot në surën Ibrahim: Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe Allah ju ka dhënë juve prej çdo gjëje të cilën e keni kërkuar. Edhe nëse mundoheni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk keni mundësi me i numëru ato, gjithë ka me dalë, edhe një mirësi, nga se ato janë mirësi të panumërta. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahu te bareke ve teala, dhe dëshmojmë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte rob prej robërve të tij dhe ishte i dërguar i tij i fundit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, trima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtarë, falenderojmë Allahun te bareke ve teala për këto mejlise dhe për këto takime, cilat për bazë kanë fjalën e Allahut te bareke ve teala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e që janë prej mirësive më të mëdha që mundet me i pas dikush. Thot Allahu jalla jalaluhu në surën Fatir: Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha. Ata që Allah azza wa jalla u hap njerëzve dhe u mundson prej mirësisë së tij, nuk ka kush që e ndal. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Nëse Allah xhalla xhelaluhu e ndal një diçka, një nimet, një dituri, çka do të qoftë për mirësive ti, nuk ka kush që e bën atë nimet edhe mundson edhe një herë tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdojmë me lejen e Allah te bareke wa ta'ala me komentimin e kapitullit të etikës dhe mirësjelljes nga Sahihu Imam Buhariut, Allahu e mëshiroft. Kemi arritur deri tek në kapitulli i 8 me radhë, të cilin Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, e ka titulluar, e ka emërtu Silatul mar'ati ummaha wa laha zawj. Mbajtja e lidhjes së gruas së martuar me nënën e saj. Do të thonë një grua që është e martuar dhe jeton në shtëpinë e burrit vet, a do të më mbajt lidhje të mira farefisnore me nanën e vet apo nuk duhet? Sidomos në këtë rast që nana Esma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma ka qenë mushrike, siç ato tregon Esma radhiyallahu anha. Në këtë nën kapitull Buhariu, Allahu mëshiroft, i sjell dy hadithe. Hadithin e Esmas dhe një hadith tjetër. Thot Esma radhiyallahu anha: Qadimat ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi Quraysh wa muddatihim, idh ahadu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'a abiha. Thot ka ardhur nëna ime, e cila ka qenë mushrike, jo besimtare, në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas marrëveshje të paqes edhe armpushim me Kurejsht. E kjo ka ndodhur në vitin e 6 të hijretit. Në kohën e këtij armpushimi ka ardhur nana e saj prej Mekës, se u kon mushrike, kena treguar në dersën e kaluar që Abu Bekri radhiyallahu anhu ka pas më shumë se një gru, e kjo gru u kon që ka pas në Mekë. Qutailatu bintu Abdul Uzza ka pas emrin. Edhe ka ardhur me vizitu Esman radhiyallahu tebareke wa ta'ala anha. E ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhe i ka thonë: Fastaftaytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qult inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Nëna ime ka ardhur prej Mekës, edhe po kërkon prej meje me u taku, po don me vizitu, po don me i mbajt lidhjet farefisnore me mu. Çka me bë tashun? Ja Rasulullah, më lejohet mu diçka e tillë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Na'am, sili ummaki." Po, mbaj lidhjet farefisnore me nënën tënde. Kto kuptohet spari edukata dhe nderi dhe respekti i madh i kësaj gruas, e që e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se i lejohet asaj me mbajt lidhje farefisnore me nënën e vet. Ka kërku leje, ka pyet, ka marrë fetva prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se nuk e ka ditë a lejohet diçka e tillë.
edhe pse ka pas nonë. Edhe dyta që përfitohet prej këtij hadithi është sjellja e mirë dhe morali i lartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka lejuar në diçka të tillë. Duke pas nonën jo besimtare, ka lejuar me shtinë shpejt vet, edhe me respektu, edhe me nderu, edhe me jep ushqim, edhe gjithçka tjetër që i jepet mysafirit. Për fat keq, në kohën tonë ka njerëz që edhe pse nanat e grave të vetë nuk janë mushrike, po janë besimtare, nuk i lejojnë edhe i ndalojnë edhe bojnë probleme në mbajtjen e lidhjeve farefisnore me to. E që është dukuri e përhapte në adha, është dukuri shumë e keqe. Pastaj hadithi i radhës, në këtë nën kapitull është hadithi i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili tregon këtë hadith prej Abu Sufjanit radhiyallahu anhu, Sakhr ibn Harb, i cili ka qenë jo besimtar. E pastaj ka pranuar Islamin. Luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, ka luftu kundër pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, po pastaj është bu prej muslimanëve më të mirë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu me Ramlën, dëbijen e tij, Ummu Habibe radhiyallahu anha, motra e Muawiyes radhiyallahu anhu, ka pas, domethënë, gru. Nana, një prej nanave të besimtarëve. Ky Abu Sufjan e dini që ka jetuar në Mekë, kom prej Kurejshve, dhe këta në Mekë nuk kanë pas bujqësi, nuk janë marrë me bujqësi atje. Po zakonisht janë marrë me tregti. Kanë shku, kanë tregtu në Sham. Në Sham prisi i tyre dhe i madhi i tyre u kon Herakl, cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë prej herave ja ka dërguar një porosi, një letër dhe ka ftuar në Islam, përmes Dihjetul Kalbi radhiyallahu anhu. Kur i ka arrit kjo letër Heraklit, ka qellu aty Abu Sufjan. Ka shku për tijaret, për tregti. Po kjo ka ndodhur kur ai ka qenë pa besimtar. Edhe ka dashur që me kon dikush, Herakli ka dashur me kon dikush afër tij dhe rreth tij që me pyet diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikush që vjen prej asaj anës, prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ky u taku me ton nashta te gjyshi i 5 dikon, te i 5 me radhë kështu, te gjyshi i 3. Edhe ka pyet disa prej pyetjeve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërto kur e ka pyet me çka ju urdhron juve, është përgjigjen këtë hadith dhe i ka thonë: "Ya'muruna bis-salati was-sadaqa." Na urdhron neve e para ta falim namazin, e dyta të dhojmë sadak. E treta, wal afaf. Na urdhron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jemi të ndershëm. Na urdhron i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që të jemi të ndershëm. Edhe e fundet thot was-sila. Na urdhron që t'i ruajmë lidhjet tona farefisnore. Shikoni se me çka e ka krahasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhjen apo mbajtjen e lidhjeve farefisnore. E ka rëndit më njëherë mas namazit edhe mas zekatit, edhe mbas nderit, e që i bën që është diçka që është shumë e dashur te Allahu te bareke ve teala. E transmetues te këtij hadithi, siç po e shihni, janë dy sahabi, Sahabiu ibn Abbasi radhiyallahu anhuma dhe Abu Sufjani. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ka pas emrin Abdullah, edhe ka qenë djali i migjes pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur dhe ka bëu dua, edhe ka dashur shumë, edhe ka ndodhur ka hyp me veti në mjetin e tij transportues disa herë, edhe ka mësuar prej diturisë që ka jep Allahu te bareke ve teala, edhe prej duave që ja ka bëu për të është Allahumma faqihhu fi din, që transmeton Buhariu. O Allah, mundsoja Ibn Abbasit me kuptu fen. E që kjo është mirësia më e madhe, nuk ka mirësi më të madhe kur hen njëri në Islam se sa më ia mundsu Allahu me kuptu fen e tij. E transmeton Buhariu dhe Muslimi një hadith nga Muawiya radhiyallahu anhu, djali i Abu Sufjanit, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu ja don të mirën, ja mundson që ta kuptoj fen. E prej këtij hadithi kuptohet edhe e kundërta. Kujt Allahu te bareke ve teala nuk ja don të mirën, nuk ja mundson me kuptu fen. Kështu që do të me lut Allahun te bareke ve teala me na shtu kuptimin e fes, kuptimin e diturisë. Për çata Allah te bareke ve teala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë me shtu diçka tjetër veç se dituri. Wa qur rabbi zidni ilma, i ka thonë, thuaj Zotim, më shto mua dituri. E kjo ka qenë prej duave: Allahumma faqihhu fi din, o Allah mundsoj me kuptu fen. Edhe te Imam Ahmedi pjesa tjetër shtojë sa tjetër: wa allimhu at-ta'wil, edhe mundsoja që
ta di komentimin e Kur'anit. Mësoj atë o Allah komentimin e Kur'anit. Për këtë arsye Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma është bo prej dietarëve më të mëdhej të tefsirit në kohën e sahabive, Allah qoftë i kënaqur me ta. Çka tregon për vlerën e madhe të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma është rasti që ka ndodhur pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Omeri radhiyallahu anhu e ka marrë shpesh me veti në mezhliset që kanë pas burrat që kanë marrë mezhliset në kohën e tyre, e ka marrë Ibn Abbasin e vogël bashkë me ta. A dikur i kanë thonë, o Omer, edhe na kena fëmijë që i dojna shumë. Edhe na kena fëmijë tonë tafërt e kështu po, s'pi marrim në për mezhliset, çka ka këtë që ti po e veçon apo e merr me veti. Edhe në këtë rast Omeri radhiyallahu anhu i thot po e marr për shkak se ka dituri tepër të madhe. Edhe i pyet të pranishmit. I thot për surën An-Nasr. Çka thoni për këtë sure? Idha jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Çka është kuptimi i kësaj surës? Edhe ata krejt përgjigjen me atë kuptimin e jashtëm. Kur të vjen fitoria e Allahut, edhe çlirimi është për qëllim çlirimi i Mekës. Thonë Allah këtu ka treguar që ka me fitu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ushtrinë e tij dhe ka me ushtriru Mekka. Edhe kimi i pa njerëz që kanë me hi, thot Allah azza xal, në fen e tij, grupe, thonë kjo ka ndodhur në vitin e 9 pas hijretit, që është Amul Wufud, që i thonë. Delegacionet kur kanë ardhur, viti i delegacioneve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur me të madhe dhe kanë pranuar Islamin. Ndërsa në vitin e 8 është liru Mekka. Edhe pastaj thonë si sheh falënderimin te Allahu azza xal, me bo tasbih ato, me bo tahmid dhe me bo istighfar. Krejt kjo është e saktë. Vetëm mas kësaj është edhe një kuptim tjetër që e kanë ditë pak prej sahabive. Ndërta Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mezhlis kur e pyet Omeri thotë çka është për qëllim u Abdullah, thotë është për qëllim afrimi i xhelit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është për qëllim që Allah ka mësuar me këto ajete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që edhe pak tash ka me të ardhur ty vdekja. Kështu që përgatitu me çka? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Thuaj subhanallah dhe alhamdulillah dhe bëj istighfar. Qase Allah është falës tepër i madh. Edhe atëherë pranojnë krejt diturinë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma edhe e lojnë me nejt mezhlis me ta, vazhdojnë me lojnë që ashtu me nejt me ta qysh edhe ka nejt ma përpara. Kjo ka qenë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma. E këta këtë duan që thot Allah azza jall fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Thot Aisha radhiyallahu anha në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Në fundit jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha shumë shpesh e ka shtu pejgamberi alayhis salam që dua në ruku edhe në sejdë. Sa rufale ka bëu që dua. Cila është kjo dua? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. I lartësumi Allah o Zoti ynë dhe ty takon falënderimi, Allahumma ighfirli o Allah më fal mua. Thot yata'awwalu al-Qur'an, e ka shti Kur'anin praktik. Këto ajete në surën An-Nasr, ajetin e fundit, e ka shti në praktik, pasi që ka ditë që xheli i tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam është afru. Për Abu Sufjanin treguam që ka qenë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Bedr dhe në Uhud, edhe që ka pasur në Sakhr ibn Harb. Dhe ka pranuar Islamin në vitin e 8, në atë vit që u shliru Mekka. Mirë, ndërsa ky Herakl që u pranon këtë hadith, u kon i madhi i njerëzve në Sham, edhe e tregum rastin që e ka pyetur Abu Sufjanin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me çka i urdhën, edhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i urdhën me sjellje të mirë dhe me nder dhe me namaz dhe me zeqat. Pastaj në kapitullin e radhës, Buhariu Allah mëshiroft e transmeton një hadith nga Ibn Omeri radhiyallahu anhuma dhe e titullon këtë nën kapitull Babu silati al-akhi al-mushrik, mbajtja e lidhjes me vëllaun i cili është mushrik. Më thonë një besimtar dohet me marrë lidhje nëse vllai i tij është mushrik. Në dersën e parë kena treguar që edhe prind nëse ka mushrik, Allah azza wa jalla ka thonë që do të mbajt lidhjet me ta. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa.
për prind cilët nuk e shtin njerin me bo kufër edhe shirk, po vetë janë mushrikin ose kufar, Allahu ka thonë wasahibhuma fi dunya ma'rufa, sillu mirë me ta në dunja. Thot Ibn Umeri radhiyallahu anhuma, ra'a Umaru hullatan siyara'a tuba'. E ka pa Umeri radhiyallahu anhu një robë shumë të bukur, e cila ka pas pjesë të mëndafshët, duke u shit dikun treg. Edhe ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ibta' hadhihi walbasha yawm al-jumu'ah wa idha ja'aka al-wufud. Veshe këta i dërgumi Allahut, bleje një herë edhe veshe ditën e gjuma, edhe atëherë kur ty të vinë delegacionet, kur takosh me ta. Se ko ka shumë e bukur edhe të rënë shumë bukur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Me të vërtet, këto llojet rrobave i veshin ata të cilët nuk kanë hise në ahiret. Ose dhe kuptimi tjetër është që nuk ka hajrën ta. Janë njerëz që s'ka hajrën ta në dynjë. Po edhe s'kan hise në ahiret. Do të thonë nuk janë tesha për besimtarët. E mas një kohë thot fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bi hulal. Dikush ja ka pru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa rroba tilla të ngjashme që kanë pas vija të mëndafshit. Fa arsala ila Umar bi hulla. Dhe ka dërguar një prej tyre Omerit radhiyallahu anhu. Mas pari Omerit i ka thonë, këto na si blejna, këto s'janë për neve, këto i veshin njerëz që do të thonë s'janë të hajrit. E tash mas një kohë ja ka çuar një hedije. Edhe u çudit Omeri dhe i ka thonë, kejfa albasuha wa qad qulta fiha ma qult, çish me vesh ya Rasulullah, unë kitesh kur ti ke fol për të ças ke thonë për të s'bën me vesh ata. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, inni lam u'tikaha li talbasaha. Omer s'takum jap ty këto për me vesh. Po, për një për dy arsyeve tjera. Walakin tabi'uha au taksuha. Me shit ato ose më avesh dikujna tjetër. Më afal dikujna tjetër, më jap dikujna tjetër. E tash vjen kjo pjesa e hadithit. Pse po e përmendim na këtë hadith ose Buhariu, pse ka përmend Allahu më shëroft. Ka thonë bajt lidhës me vllajin e dhujtar. Këtë rast fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Ja ka dërgu Omeri radhiyallahu anhu këtë robë një vllaut vet prej Mekasve para se me pranua Islamin. Thonë ka pas vlla të vetin mushrik që ka jetu në Mekë. Edhe e ka mbajt lidhjen farefisnore me të përmes hedijeve, qysh që të hedije të mirë dhe të bukur edhe që ka pëlqyer shumë, ja ka dërguar atina në Mekë. E që na jep me kuptu që lejohet edhe duhet me i majt lidhjet farefisnore edhe nëse familjarët nuk i kena besimtar. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që transmeton Imam Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, po dhe Imam Maliku në librin e tij Al-Muwatta, thot tahadu tahabbu. Jepni hedije ndërmes vete. Bleni një tjetrit hedije, dhurata ndryshme në mënyrë që dashuria mes juve më urrit. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmeton Buhariu për Aishës radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu alaiha. Hedijet kur i kanë ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka pranu krejt. Po edhe ka shpërbly për to. Qysh ka shpërbly? Ja ka kthy me një hedije të ngjashme ose halama të mirë. E që lejohet edhe nëse dikush t'jap hedije, me falendëru edhe me thonë Allahu shpërbleft. Edhe kjo është, domethënë prej kthimit të mirës me të mirë. Me shpërbly Allahu te baraka wa taala. E këto hedije kanë vlerë të madhe, saqë Allahu te baraka wa taala e ka leju mi u jep edhe jo besimtarve për mi afru zemrat e tyre kur janë afër me pranu Islamin, e ka leju Allahu mi jep edhe zakatin që ata me pranu Islamin. Njerëz që janë jo besimtar po janë afër Islamit, edhe njerëz që janë Islam po janë shumë dopt, edhe shpresohet që nëse japet kjo hedije, ata forcohen Islam. Edhe kategoria e tretë që janë jo besimtar, edhe janë të rrezikshëm, edhe besimtarët kanë sherr për tyne, nëse japet kjo pasuri dhe kjo hedije, shpresohet që sherrri tyne me unar edhe kjo lejohet. E këta përmend Allah te bareke ve teala në surën At-Tauba, ku i përmend 8 grupet apo llojet e zakatit. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum. Zakati është për ata të cilët doni mjau afru zemrat në Islam.
Pastaj në hadithin e radhës që transmeton Buhariu në këtë kapitull, në kapitullin Babu fadli silati rahim, vlera e mbajtjes së lidhjes farefisnore, e sjell një hadith me dy senede. Të njëjtin hadith me dy senede, dy zinxhir të ndryshëm të transmetuesve. Po është i njëjti hadith. Është hadithi e Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, i cili thotë se një njeri i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Gajlet e sahabive: "Ya Rasulullah, ma tregom një vepër e cila është shkak që unë me hin xhenet." Edhe njerëz për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonë: "Ma lahu." Çfarë po dën kë? Çka po lyp kë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Arabun ma lahu." Thot, ka një hall. Ka nevojë për diçka. Edhe i përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ta'budullah la tushriku bihi shay'an." Gjëja e parë, vepra e parë që bëhet shkak me hin xhenet është tauhidi. Siç thot Allah xhalla wa ala në surën An-Nahl: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Në secilin umat e kemi dërguar spaku një të dërguar, i cili ka thirrë njerëz në dy sene. An i'budu Allah, që të adhuroni Allahun një dhe vetëm, edhe mu largu prej adhurimit të çdo gjëje tjetër, e që është e kot përveç Allah te bareke wa ta'ala. Ta'budu Allah la tushrik bihi shay'an, ma adhuru Allahun një dhe vetëm edhe mos më i bësh shirk atij në adhurim. E dyta, wa tuqimu s-salah, falja e namazit. Kjo bëhet shkak që me hitin xhenet. E treta, wa tu'ti z-zakah, edhe me dhon zakatin. Edhe e katërta dhe fundi që ka përmend këtë hadith është wa tasilu r-rahim, edhe me i mbajt lidhjet farefisnore. Edhe në këtë hadith shikojni se me çka i ka përafru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhjet farefisnore. Me tauhidin e para, me namazin e dyta dhe treta me dhënien e zakatit. Pastaj e kemi edhe një tjetër në kapitull me radhë, i 19, Babu ithmil qati', që ka thujt Imam Buhariu, mëkati i atij që i shkëput lidhjet farefisnore. Edhe këto transmeton një hadith, po shumë të frekshëm, që përmban veten e tij një kërcënim tepër të madh. Hadithin e Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, i cili thotë kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "La yadkhulu al-jannata qati'." Nuk hyn në xhenet një njeri i cili shkëput lidhjet farefisnore. E që Allah te bareke ve teala ka pru kësi ajete dhe hadithe të frikshme dhe kërcënuese me na tregu neve që këto çështje kanë tepër rëndësi të madhe te Allah te bareke ve teala. Çka i bën kjo la yadkhulu al-jannata qati'? Ai bën që një njeri që nuk i bën lidhjet farefisnore s'ka mundësi me hin xhenet? Nuk i bën kjo, për shkak se na dim që akida e Ahlusunnetit është që njeri me gjuna të mëdha nuk është jo besimtar. Sikurse Khawarit që thonë njeri si të bën një gjuna të madh, një herë mos i bën lidhjet farefisnore është kafir, është jo besimtar dhe s'mundet me hin xhenet kur. Jo. Një kuptim i përgjithshëm është që nëse njeriu i lejon shkëputjen e lidhjeve farefisnore, nuk hin xhenet kur. Që i bën me bo një halal haram. Nëse bën këto, patjetër që nuk hin xhenet kur. Kjo është e para. Nëse thotë që lejohet mos me marr lidhjet, kur ti mos e falas nanës, as babës, as vllaznive, as motrave, as mixhallarëve, as hallave, as tezëve, as dajllarëve, sa s'bot, në rregull, lejohet me vepru kështu. Domethënë ky njeri nuk hin xhenet, patjetër se ka mohu diçka që e ka pohu Allah te bareke ve teala. Kuptimi i dytë është që nuk hin me një herë në xhenet. Po, pret, nuk hin me grupën e parë njerëzve që hin xhenet. E që edhe nëse ndodh kjo është e frekshme, edhe mjafton si diçka që me të mërzit ty shumë ditën e gjykimit, mos me hin në xhenet bashkë me besimtarët, po mas tyne. Edhe treta që është për qëllim, sigurt është që hin në xhehenem një herë, edhe nuk hin xhenet pa u pastru. Dënohen për mos mbajtjen e lidhjeve farefisnore. E pastaj mund me hin xhenet. Kjo patjetër që është e saktë. Edhe pse Allah te bareke ve teala me mëshirën e tij ka mundësi që ja fal njerëzve edhe këto dhe i fut në xhenet pa llogari.
E padyshim që kjo mos mbajtje e lidhjeve farefisnore është prej gjunaheve më të mëdha. Thot Allahu Jalla wa Ala në surën Muhammed: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Ju drejtohet disa munafikëve, hipokritave dhe ju thotë që nëse ju largoheni prej udhëzimeve të Kur'anit dhe të Sunetit, atëherë ju keni me bë fesad të madh në tokë. Dhe prej fesadit më të madh dim që është shirku dhe kufri dhe gjunahet dhe gjithçka tjetër, luftrat e ndryshme. Po edhe keni me bë një gjuna tepër të madh, e që është shkëputja e lidhjeve farefisnore. Edhe në ajetin e radhës përgjigjet për ta dhe thot ulaika alladhina la'anahumullah. Këta njerëz tillë, cilët i shkëputin lidhjet farefisnore dhe bojnë shkatrime në tokë, ata janë prej njerëzve të cilët Allah te bareke ve teala i ka mallku. Ulaika alladhina la'anahumullah, i ka largu prej rahmetit vet. Edhe çka tjetër fa asammahum wa a'ma absarahum. Edhe i ka shurdhu ata që mos me nit vërtetën, mos me mujt e vërteta me arrit tek ata. Po edhe ja u ka mbyll syt. Ja u ka verbru syt që mos me mujt me pa të vërtetën të vërtet, e si rrjedhoi kësaj as mos me mujt me pasu atë. Është interesant, mas në ajeteve vjen ajeti fela yatadabbarun al-Qur'an. Allah thot pse nuk po e meditoni Kur'anin? Walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sura Muhammed. Pse nuk po e meditoni Kur'anin? Ta dini që ai i cili nuk e mediton Kur'anin në zemrën e tij ka dry. Zemrën e ka të mbyllur, nuk arrin tek ai drita e Kur'anit. Nuk arrin tek zemra e tij drita e fjalës Allah te baraka wa taala, andaj le të dinaj ai personi i cili nuk e mediton Kur'anin, nuk nalet kur me thonë çka ka dashur Allah më thonë me këtë fjalë. Nuk nalet me meditua ajetet kuranore, sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai le të dinë që Allah azza wa jalla ka mbyll zemrën e tij. Edhe në zemrën e tij nuk ka hajër. Pastaj një ajet i ngjashëm është në surën Ar-Ra'd, ku Allah flet për këta njerëz që i shkëpusin lidhjet e tyre, thot walladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Njerëz të cilët e thyn premtimin që kanë jep Allah te bareke ve teala, besën pasi që kanë lidhur ato pas zotimit që kanë bë, edhe i shkëpusin ato lidhje të cilat Allahu te bareke ve teala i ka urdhëruar me i lidhë dhe me i mbajt. Edhe bojnë shkatrime ndryshme në tokë. Thot Allahu ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Për këta njerëz ka la'na, e që është mallkim dhe largim nga mëshira Allah te bareke ve teala, wa lahum su'ud dar, edhe ata i pret një vend tepër i keq në ahiret. E që është xhenemi, Allahu na rujt prej tij. Edhe në kapitulli i fundit për sonte, është në kapitulli 12, cilën e ka emërtuar Imam Buhariu, babu men busita lahu fi rizqi bi silati rahim. Ka treguar që mbajtja e lidhjeve farefisnore është shkak për lehtësimin e rrezikut. Edhe ka pru një hadith veç, po me dy senede, senedin e Abu Hurajras dhe senedin e Enesit radhiyallahu anhuma. Thotë hadithi i parë, men sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kush do që dëm për juve që t'i lehtësohet rreziku edhe t'i shtohet jeta, këtë jetë gjatësi, t'jetoj sa më gjatë, edhe t'i lehtësohet dhe t'i shtohet rreziku, falyasil rahimahu. Atëherë le t'i man lidhjet farefisnore. Që shtregova janë dy transmetime. I parë është që men sarrahu, ka në gëzën kjo, ka në gëzën që me pas jetë gjatë dhe me pas shumë rrezik, le t'i ban lidhjet farefisnore. Edhe dyta është men e habbe, kush dën, kush ka shumë qef, me ndodh kjo atëherë le t'i man lidhjet e tij farefisnore. Këtë hadith po e vrejmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ftu sahabit të diçka që Allah e dën shumë, e që është në vetën e vet adhurim. Silatur rahim, lidhja, mbajtja lidhjeve farefisnore, është adhurim, edhe bëhet veç për hir të Allahut. Pse se Allah e dën këto? Për atë arsye dhe e bojnë edhe shpërblim me lejen Allah te baraka wa taala. Po çysh i kanë nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabit në këtë rast edhe umetin e tij, çysh i kanë nxit që me bë këtë vepër,
ka thonë kush ka dëshirë që, ose ka në gëzën që mi ushtu jeta e tij, mi u zgjat, edhe mi u lehtësu rreziku, atëherë le t'i marrë lidhjet farefisnore. Domethënë i ka nxit edhe i ka josh përmes diçkafit të kësaj dynjas. E që është jeta e gjatë që krejt e dojnë, edhe lehtësimi i rrezikut që krejt e dojnë. A është e lejuar kjo? Patjetër që është e lejuar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur. Po edhe Allahu xhalla xhelalu e ka përdorur. Këtë në Kur'an, surën Nuh. Kur Nuhu alayhi salam i thot popullit të tij, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ka thonë kërkoni falje prej Allahut, nga sa është falës tepër i madh. Mirë, kjo është çka kërkohet për ahiret. Mi kërku falë Allahut, Allah është falës i madh, na i pranon këtë istikfar edhe hina në xhenet, domethënë pedojnë ahiretin përmes kësaj. A mos u mjaftu me kaq? Ja u ka përmend edhe disa mirësi të dynjas, i kanë nxit përmes tyne. Ka thonë yursili as-samaa aleikum midrara. Nëse jo bëni istikfar, Allah azza xal ju çon juve shumë shi. Shi të bollshëm edhe të kënaqshëm, që ju bën shumë dobi, e që nuk ju bën dëm. Po ju mdidekum bi amwalin wa banin. Edhe jep juve prej mirësive të kësaj dynjase që janë fëmijët edhe pasuria. Po ju mdidekum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Edhe ju bën juve me pas kopshte ndryshme, prej cilave përfitoni në mënyra ndryshme, po ju bën edhe me pas lumeng të shumt me ujë të bollshëm prej cilit pini jo edhe baktitë e juve edhe përfitoni prej atyre lumengve. Domethënë i kanë nxit përmes kësaj, përmes çështjeve të dynjas. Edhe për mbyll këtë jetë duke thonë ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Çka është puna juve? Pse ju nuk po madhëroni Allahun te bareke ve teala? Wa qad khalaqakum atwara. Edhe gjithë Allah azza xal që lidh rububien me uluhije. Pse nuk po madhëroni Allahun kur Allah azza xal ju ka kriju juve? Pse nuk po adhuroni Allahun azza xal ashtu qysh i takon atij kur Allah juve ju ka kriju në faza ndryshme? Mas pari nikon ujë që ka dalë prej trupit babës juve. Tani është bo gjak i ngjizur që u kap në mitrën e grus juve. E pastaj është bo copë e mishit, e pastaj është bo ashtë, e pastaj është bo mish me ashtë, është kriju foshnja. Pse nuk po e madhëroni me madhërimin që i takon Allah te bareke wa taala. Edhe një rast tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit besimtarët te diçka e ahiretit përmes diçkave dynjas. E që është hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Abu Qatades radhiyallahu anhu, i cili thot ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Man qatala qatilan lahu alayhi bayyinah falahu salabuhu." Men qatala qatilan lahu alayhi bayyinah falahu salabuhu. Kushdo që e vran një armik, është fjala në xhihad, kur është lufta mes besimtarëve dhe jo besimtarëve. Kushdo që e vran një armik, edhe ka dëshmi për ta, ka dëshmi që e ka vrarë armik. Qysh e ka nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thonë atij i takojnë preja e të vrarit, apo mjetet e luftës që ka pasaj. E që në armët, rrobat, nështë edhe kafsha me cilën ka luftu, ose shpata e kështu me radhë. Do thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka nxit njerëz me bo xhihad në rrugën e Allahut, me luftu në rrugën e Allahut, që është ibadet i madh, për ibadete më të mëdha që i don Allahu azza xal më shumë ti, përmes këtyre seneve, që nëse ti bën dëm të armiqt edhe i ndihmon besimtarëve, atëherë ti kimë fitu diçka për veten tonë, s'ka mundaje në mesin e luftarëve të tjerë, po kimë marr veç ti. Për shembull, nëse ka orë në xhet, kimë marr orën e tij, nëse ai ka pancer ose jelek ose diçka, ato kimë marr ti. Edhe ky hadith domethënë na tregon që lejohet që me bos sikur një të dytë diçka të dynjas. Njëjtë është edhe haxhi, për shembull, njerëz që shkojnë haxh, lejohet me shkon haxh edhe me shkon njëtën kohë për tregti. Ti po shkon haxh me kryen një adhurim të madh, po e merr gjithë këtë rrugë për hir të Allahut azza xal, po sikur një tjetër, dytë më të vogël, po shkon edhe për tregti, po e merr këtë rrugë edhe me shi diçka, edhe me ble diçka. Me kaq përfundon për sonte, lutim Allahun te bareke ve teala të na bëj prej atyre të cilët e dëgjojnë fjalën dhe pasojnë më të mirën e saj. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.